إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Falenderojmë Allahun krijuesin e qiellit dhe tokës, I cili na ka dhuruar udhëzimin dhe mëshirën e Tij. Atë e falenderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falë kërkojmë. Dëshmoj se nuk ka Zot të adhuruar me merit përpos Allahut dhe dëshmoj se Muhamedi Mustafa sallallahu alaihi wasallam është rob dhe I dërguar I Tij. Salatet dhe selamet I shkojnë edhe familjes së Tij, shokëve të Tij dhe të gjithë muslimanëve kudo që të jenë. Për sot kemi zgjedhur në hutbe me fol për familjen, që është baza e shoqërisë. Vëllezër musliman, familja është një ndër begatit më të mëdha që Allah I ka dhuruar njeriu. Ajo është vendi ku njeriu gjen paqe, dashuri dhe mbështetje. Allahu I lartësuar thot në Kur'an në ajetin të cilën e përmendëm, dhe nga argumentet e Tij është se Ai krijoi për ju bashorte nga vetë lloji juaj, që të gjeni rehati tek ato dhe vendosin mes jush dashuri dhe mëshirë. Vërtet në këtë ka argumente për njerëzit që mendojnë. Kur Allahu e krijoi Ademin, ai ishte vetëm dhe atë dërgoi në xhenet. Allahu e ka ditë se ai ka mungesë për diçka. Edhe pse ishte në xhenet, I kishte të të mirat e Allahut, por kishte një shprastie në zemër, në shpirt. Allahu e krijoi Havën prej briut të Tij. Pra Allahu e bashkoi Havën me Ademin, edhe kështu dashti që me u zhvillu raca njerëzore. E shohim tash në këtë kohë edhe gjithmonë ka pas probleme familjare, sa I përket raporteve fëmijë-prind ose raporte bashkëtorë. Na këtë duhet me kuptu për shkak se Allahu këndon e sprovon, edhe ata Allah që I të mas shumë të sprovon në pikat që janë më të ndjeshme, sidomos në familje ose në pasuri. Kur Allahu I ka sprovu njerëz më të dashur në Tij që janë kom pejgamber, kush jemi na, njerëz shumë të thjeshtë jemi na. Allahu e ka sprovu Ademin alayhis salam me fëmijët e Tij, Kabilin edhe Habilin, kur vëllau e ka provu vëllaun e Tij për një grup. E kemi edhe rastin e Muhamedit alayhis salam, I cili kishte probleme me axhën e Tij, me xhaxhain, për shkak se axha nuk e ka lënë me përhapjen islame në mesin e kurëshitëve. E kemi rastin e Nuhit alayhis salam, kur Nuhi alayhis salam ishte pejgamber, edhe gruaja e tij bashkë me djalin e tij më të vogël nuk I kanë përgjigj lutjes së Nuhit alayhis salam. E kemi edhe Ibrahimin alayhis salam, I cili kishte edhe probleme me babain e tij, për shkak se babai I tij ishte njëri prej personave I cili ka kriju, I ka marru idhujt, zotat e tyre edhe I kanë adhuru. E kemi edhe Jusufin alayhis salam, I cili kishte probleme me vëllezërit e tij. Këto shihet shumë qartë që nëse një prind e dallon njërin prej fëmijët e tij më shumë se tjerë, atëherë këtu ka me lind një xhelozi, një zili, edhe gjithmonë ka më konë më I shtypën që e djalë që është I dallun te prindi I tij, për shembull te baba ose nana. Këtë e vrim që Jakube e ka pas një dashni pak më të veçantë për Jusufin alayhis salam, edhe kështu që vllaznia e tij nuk e ka ndosht edhe e ka ndëbu vllain e tij. Në familje është një sikurse shteti, si shoqëri e fortë. Secili antar I familjes duhet me pas pozitën e tij edhe respektin e tij. Baboi është roli kryesor, baboi është shtëpia. Baboi e ka për obligim me drejtu, mu kujdes në aspektin material dhe shpirtëror të familjes së tij,
duke e siguruar drejtësi dhe respekt për të gjithë anëtarët e saj. Muhamedi a.s. sallallahu alaihi wasallam ka thënë: secili prej jush është bari dhe secili do të pyetet për kopjen e tij. Burri është bariu i familjes së tij dhe do të pyetet për të. E kemi edhe një fjalë tjetër, një fjalë e ortë e profetit Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, i cili ka thënë: më i miri prej jush është ai që është më i mirë ndaj familjes së tij dhe unë jam më i miri ndaj familjes time. Kjo do të thotë se burëria nuk matet me forcë dhe ashpërsi, por matet me butësi dhe me mirëqenie, mirëkuptim ndaj njëri tjetrit. E kemi rolin e gruas në familje. Gruaja në Islam ka një pozitë të lartë dhe është pylla kryesore e familjes. Ajo është përgjegjëse për edukimin e fëmijëve të tij. Në fe ne kemi që para se me marrë nusën, çikën e martyn 4 sene. Bukuria e saj, pasunia e saj, autoriteti i saj ose familjes saj, edhe feja e saj. Një anën prej këtyre do të më zgjedhë Muhamedi Mustafa sallallahu alaihi wasallam ka thonë zgjedhna ato në cila ka moralin më të mirë, do të thonë sa i përket fesë. Zgjedhna ato që ka fe më të mirë. Për shkak se nëse e merr të nonën e fëmijëve tu, që ka imon shumë të mirë, ai ka më bon shkolla e parë për fëmijë. Dietore Imam Shafiu ka thënë, nëna shkolla e parë e fëmijës, nëse përgatit mirë, ke përgatit një këmbë të tërë. Do të thonë çdo sen një këmbë i mirë janë nis për familjes. Institucioni i parë është familja. Nëse ajo e ke zgjedhur nonën e mirë për fëmijët e tu, të jetë tu menu edhe për këmbë, për shkak se kështu zhvillohet një shoqëni e mirë. Profeti a.s. e ka ngritur pozitën e saj gruas dhe të nënës duke thënë, xheneti është në këmbën e nënës. Kjo tregon se sa rëndësishme është gruaja e devotshme në ndërtimin e një familjeje të shëndosh dhe të suksesshëm. Kemi fëmijët që është amanet ose dhuratë e Allahut. Por kjo mund të më edhe sprovë për njerëzit, se Allahu është çdo sen që kur e dhuron, e sprovon edhe njeriu. Ata persona që Allahu nuk i ka dhënë fëmijë, i ka sprovu. Po edhe ata që cilëve i ka dhënë Zoti fëmijë, i ka sprovu prapë, se të vetë në sene që mund me largu prej adhurimit Allahut janë fëmija dhe pasunia. Fëmijët janë një dhurat nga amanetet e Allahut, prindrit janë të obliguar të edukojnë ata me vlera islame, në frymën islame, duke mësuar dashurinë për Allahun, respektin për njëri tjetrin dhe ndjekjen e rrugës së drejtë. Muhamedi a.s. ka thënë, mësoni fëmijët tuaj ta falin namazin kur të mbushin 7 vjet. Një fëmijë i edukuar në frymën islame bëhet burimi krenaria për prindrit në këtë botë dhe në botën tjetër. Hasan el-Basriu, një ndër dietarët më të mëdhenj të Islamit, ka thënë: edukoni fëmijët tuaj sepse ata do të jenë pasuria më e madhe që do ta lini pas. Është për shkak se nëse ti vdesi babës së non, edhe ke lënë fëmijët hojrit, atëherë ai fëmijë ka mu lut për ty. Asaj që të lutet për ty, ka më konë lehësim për ty në ditën e gjykimit, nëse është fëmijë i hojrit, ai ka me bo sadok në emër tonin, ka me bo lëmosha, që cilat ty ka me të ndihmu, edhe në llogarinë tënde ka më ushtu sevapet edhe pse je i vdekun para Allahut. I kem disa parime kryesore që ndihmojnë në forcimin e lidhjeve familjare. Është besimi dhe devotshmëria ndaj Allahut, dashuria dhe respekti ndërsjellë. Prindrit duhet të tregojnë dashuri dhe kujdes për fëmijë dhe fëmijët duhet të respektojnë babajnë e tyre. Këto nuk është përmend dashurisë tek prindërit, për shkak se ka babalore se nëna të cilët nuk dinë me shpreh dashnin te fëmia, edhe tash fëmia çdo që shpreh baba ose nona që ashtu ka më marr prej babës nonës ato të mira ose të këqija, gjeste. Edhe nëse je si babë ose si nonë shumë i dashur për fëmijën, është e pamundur fëmia mos me dashur. Edhe nëse nuk të dëm fëmia, të dosh me bë të pamundurën që fëmia ty me të dashur, për shkak se ty ka me të nevojit. Kjo është një investim për ty. Për shkak se nëse fëmia ty të ka dashur shumë, jo veç respekt, se na do të më pas respekt për babën non, por nëse fëmia të ka dashur shumë, ai kur s'ka me të harru. Nëse nuk të harron kur edhe pas vdekjes, ai e din si musliman që urrit në frymën e Islamit, që përmendëm më herët nonën, nëse e mëson fëmin në frymën e Islamit, atëherë ai ka me bë sadok për ty, ka më lut për ty. Ka me lënë pasardhës e tij, edhe pasardhët e tij ka më lut për ty, edhe për gjyshën e vet, për shkak se çashtu rrit fëmia. Edhe ke ka më kon
një sen shumë i mirë për neve, një sevap i mirë për shkak se kjo ka më shku të Allahu edhe ka më na ndihmu, nashta po sebeb që ai lutje fëmijës tonë për me hedhën në xhenet. E kemi komunikimin e hopër dhe të sinqert. Shumë probleme familjare zakonisht ndodhen mos mungese komunikimi për shkak se prindi nuk ka kohë për fëmijën e tij. Zakonisht në perëndim e kom vrejt që shumica punojnë këtu shumë gatë edhe nuk kanë kohë shumë me me familjar. Ka që kjo pandemia, që ta e ka njoft njëri tjetrin kush është me të vërtet për shkak se shumica të punu nuk kanë pas kohë. Janë shku në punë, kanë lënë familjar të flet, janë kthy familjar prapë të flet. A që për një këtë gotë janë nisë mi harru në këtë qash punë ati. Nërës në përshemit, ati e vloja ma, s'pas të njuh. Shtë du të mirujt edhe lidhet fare fisnore, shtë së janë nisë për familjes. Nëse ki familjen e shëndosh, komunikimi është nivel. Baba ose nona ty të merë të afrën të familjarët e ti, të kushëret e ti. Edhe kështë runë lidhe fare fisnore, edhe është njëme prej lidheve më të mira. E kemi durime dhe faljen. Nuk ka familje pa mos marrëveshje. Por mënyra si trajtohen ato është e rëndësishme. Islami na mëson të falem dhe të mbrojmë mërzin, inatin. Allahu e do atë që fal dhe janë të durueshëm. Drejtësia dhe barazia. Prindrit duhet të jenë të drejtë ndaj fëmijëve dhe të mos bëjnë dallime mes tyre. Kjo është si rezultat krijimit xhelozisë edhe zilis mes vllaznive dhe motrave. Edhe kjo masanek shkakton shumë dëme mes vetën. E kemi largimin nga mëkatet dhe vezët e këqija, që kemi zemrimin, xhelozin, gënjeshtrat, padrejti që shkatrojnë edhe harmoninë familjare. Këshillime dhe mbështetja njëri tjetrit. Gjithmonë nëse fëmija jotë ka nevojë për mu shpreh, se një herë mund të mu bollizu ose është në tip që është pak më i ndjeshëm, gjithmonë ai e ka babën ose nonën si personin e parë që do me ndosh çdo sen. Edhe ti nëse nuk i kushton kohë fëmijës tonë për mu shpreh me ty, ai veç ka mu mush, nuk e din ku mu shpry, edhe masaneja nis mu bo zemër gure. Për shkak se nuk din ku mi shpreh ndjenjat e tij, edhe masaneja nis njëre ju ftofu zemrën atij edhe bëhet njëre pa ndjenja. Edhe si përfundim, këtu kemi që familja është e fortë si qesi i një shoqërie të shëndosh. Nëse duam të jenë të lumtur dhe të begat, duhet të ndjekim mësimet e Islamit në familjet tona. Le të mundohemi të ndërtojmë familje me dashuri, respekt dhe devotshmëri ndaj Allahut. O Allah, mbroj familjet tona, mbushi shtëpitë tona me dashuri dhe mëshirë, dhe na udhëzon në rrugën e drejtë. Amin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بني صلوات بيغمبرنا عليه السلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.